dalë me veprime konkrete. Jo vetëm që është regjistruar procedimi penal, por për gjatë kohëve të fundit ka patur edhe veprime hetimore, përfshirë sekuestrimin e një sër dokumentave, kryesisht nga kompania Hill International NV, që ka qenë edhe një nga kompanit fituese për të ndërtuar edhe tunelin e Llogaras. Ne jemi interesuar pranë Prokurisë kundër korrupsionit dhe krimit organizuar për të marrë një qendrim zyrtar lidhur me këtë çështje, por ka patur një mungesë përgjigje nga organi hetues, çka nuk përjashton mundësinë që Prokuria Speciale të ketë nxjerrë përveç urdhrave të kontrollit edhe masa siguri. Është një informacion i pa konfirmuar dhe vetëm mbi kuadrin e të dhënave jo zyrtare. Por ajo çfarë mund të konfirmojmë, referuar burimeve jo zyrtare nga terreni në rrugë operative, mësohet se ditët e fundit dhe përkatësisht edhe gjatë ditës së sotme ka patur veprime nga organi hetues dhe Byroja Kombëtare e Hetimit për të ushtruar kontrolle në kompaninë që cituam më sipër dhe që ka qenë pjesëmarrëse në tenderin e konsideruar si korruptiv nga palët kallëzuese e denoncuese për ndërtimin e tunelit të Llogaras. Do të presim nëse do të kemi veprime të tjera ose qëndrime qoftë edhe zyrtare nga organi hetues lidhur me këtë çështje, e cila ka qenë një nga çështjet më të nxehta sa i takon denoncimeve të shumta që janë bërë për abuzimin me dyshimet për një dëm prej rreth 50 milionë eurosh, të cilat sipas palës kallëzuese përfunduan në Turqi. E qartë. Mirë, Fation, ndalemi pak tek një tjetër çështje, është ajo e lënies në fuqi të arrestin me burg e caktuar